Në territorin e Departamentit të Punëve të Brendshme në Gostivar, gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2025 janë regjistruar rreth 40 vepra penale më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga ana tjetër, është evidentuar rritje rasteve të krimit ekonomik. Këto të dhëna u paraqitën në raportin e punës së Policisë së Gostivarit për periudhën janar-qershor 2025, i cili u miratua në seancën e sotme të Këshillit Komunal. Në 6 mujorin e parë të këtij viti kemi ulje të veprave penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare. Janë regjistruar gjithsej 269 raste krahasuar me 307 raste në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Gjatë kësaj periudhe, Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar ka paraqitur 182 kallëzime penale ndaj 225 personave. Efikasiteti në zbardhjen e rastit është 75%, që paraqet një rritje prej 9% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, u tha mes tjerash në raport. Veçuri e këtij 6 mujori është rritja e veprave penale në fushën e krimit ekonomik, të cilat kanë arritur në 35 raste, thanë ata. Sipas policisë, këto raste lidhen kryesisht me ndërtime pa leje dhe uzurpim të pronës publike apo tokës bujqësore. Është e nevojshme të intensifikohen inspektimet dhe kontrollet në terren, por edhe të punohet në rritjen e ndërgjegjësimit qytetar për respektimin e ligjit në këtë drejtim, theksuar në raport. Para këshilltarëve u prezantua gjithashtu gjendja në komunikacion, masat e ndërmarra të sigurisë rrugore si dhe patrullimet pranë shkollave, me qëllim të rritjes së sigurisë së nxënësve dhe ruajtjen e rendit e qetësisë publike.